Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka mirëpritur vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndëshkuese. Gjatë mbledhjes së qeverisë, Kurti u shpreh se institucionet e Kosovës nuk ishin shkaktare të përshkallëzimit të situatës në veri, por ulja e tensioneve në atë zonë ishte pikërisht merit e institucioneve të shtetit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se ka prova për përfshirjen e shtetit të Serbisë në sulmin në Banjsk dhe atë në kanalin Ibër-Lepenc. Për rastin e Banjskës, të gjitha provat dëshmojnë për një plan të përgatitur me përfshirjen dhe financimin e shtetit Serbisë, për aneksimin e veriut të Kosovës përmes strukturave paramilitare pas një konflikti që do të zgjerohej. Po të mos ishin vendimet në kohë dhe reagimi i shpejt e profesional i njësive tona speciale të policisë, mëngjesi 24 shtatorit të vitit 2023 do të na zbardhte një realitet krejtësisht tjetër në terren. Ndërkaq për sulmin mbi kanalin Ibër-Lepenc, provat e grumbulluara dhe informacionet rreth të arrestuarve gjithashtu konfirmojnë përfshirjen e strukturave ilegale të Serbisë dhe vetë shtetit të Serbisë. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. Kryeministri në detyrë tha se pavarësisht sanksioneve të BE, Kosova nuk ka qenë asnjëherë e hidhëruar me Bashkimin Evropian, por ka vijuar e përkushtuar ndaj integrimit për përmbushjen e kritereve për antarësim.